Një nga momentet më të tensionuara të këtij edicioni të Big Brother u shfaq në orët e fundit, kur Fjolla Morina vendosi të marrë një hap të rëndësishëm dhe të papritur. Ajo kërkoi të largohet nga shtëpia e famshme. Pas disa ditësh presioni, debateve dhe situatave të forta brenda shtëpisë, Fjolla e kuptoi se nuk ishte e gatshme të përballonte më sfidat psikologjike që Big Brother i vendos çdo banori. Gjithçka kishte filluar si një ditë normale, por tensioni i brendshëm dhe marrëdhëniet e ndërlikuara me disa banor e kishin bërë jetesën brenda shtëpisë të vështirë. Në 3 orët e fundit, Fjolla u përfshi në përplasje të shumta me disa nga banorët më të afërt, Labinoti, Arditi, Benita, Eliona dhe Alba. Çdo bisedë e përbashkët u shndërrua në tension dhe debati shpesh kaloi kufijtë e zakonshëm të lojës. Nga njëra anë, përplasjet me Labinotin dhe Arditin u dukën më strategjike, me tone të forta dhe komente që i shërbenin lojës. Por për Fjollën, këto nuk ishin thjesht debate për lojën, ato ishin provokime që e bënin të ndjehej e vështirë dhe e lodhur emocionalisht. Me Benitën, Elionën dhe Alban, situata shpesh u kthye në tension të hapur, ku secili përpiqej të tregonte pozicionin e tij, duke e bërë ambientin jo të qetë dhe emocionalisht sfidues për të. Fjolla u ndje e mbingarkuar. Përvojat e përplasjeve të vazhdueshme, izolimi emocional dhe presioni që lidhet me çdo fjalë të thënë dhe çdo veprim të vëzhguar nga kamerat, e bën të kuptonte se Big Brother nuk ishte një vend ku mund të qëndronte pa pasur një ndikim të madh psikologjik mbi të. Kërkesa e saj për të dalë nuk ishte impulsive, por një vendim i menduar mirë, një përpjekje për të ruajtur qetësinë, shëndetin dhe ekuilibrin emocional. Menjëherë pas deklaratës së saj, atmosfera u bë e ngarkuar. Banorët e tjerë reaguan me habi dhe shqetësim. Disa përpiqeshin ta qetësonin, duke i thënë se nuk kishte nevojë të dorëzohej, të tjerë shfaqën zhgënjim ose inat, duke e parë largimin si një humbje të mundshme strategjike ose. Një tjetër debat verbal, i mbushur me ironi dhe tone të larta, shpërtheu në shtëpinë e Big Brother, këtë herë mes Elionës dhe Fjollës. Ajo që nisi si një tallje e lehtë, shumë shpejt u kthye në një përplasje ku krenaria, egoja dhe perceptimi për veten dolën në plan të parë. Eliona, me një buzëqeshje ironike, ju drejtua Fjollës me një pyetje që dukej provokuese. Pse nuk ma këndove një këngë mua? Në pamje të parë, pyetja u duk si shaka, por toni dhe momenti e bën të qartë se kishte një dozë thumbimi brenda saj. Fjolla nuk vonoi të reagojë. Me një qëndrim të ngritur dhe vetbesim të theksuar, ajo ja ktheu menjëherë, po unë jam këngëtare e showbizit. Kaq mjaftoi që tensioni të rritej. Fjolla vazhdoi, duke e bërë dallimin mes asaj që ajo e sheh si karrierë dhe mënyrës se si e percepton veten brenda shtëpisë. Ajo u shpreh se nuk këndon rastësisht dhe jo për këdo, duke theksuar se kënga për të është profesion, jo argëtim momental, por fjalia që ndezi përplasjen ishte ajo që erdhi më pas. Unë nuk këndoj me njerëz të vegjël si ti vetëm në koncerte të mëdha. Fjalët ranë rënd në ambient. Banorët e tjerë mbetën të heshtur për disa çaste, ndërsa Eliona u duk qartë e prekur nga mënyra si u drejtua Fjolla. Ajo reagoi duke akuzuar për mendje madhësi dhe për faktin se po e përdorte profesionin si armë për të ulur të tjerët. Debati u kthye në një përballje egosh. Nga njëra anë, Fjolla që mbron identitetin e saj si artiste dhe refuzon ta banalizojë atë. Nga ana tjetër, Eliona që e sheh këtë qëndrim si përbuzje dhe mungesë respekti ndaj banorëve të tjerë. Situata tregoi edhe një herë se në Big Brother, kufiri mes shakas dhe fyerjes është shumë i hollë. Një pyetje e thjesht mund të kthehet në debat të fortë, sidomos kur prek identitetin profesional dhe krenarinë personale. Ky episod ndezi diskutime edhe mes banorëve të tjerë, të cilët u ndanë në mendime. Disa e pan Fjollën si dikë që mbron veten dhe profesionin e saj, të tjerë menduan se mënyra e të shprehurit ishte. Një debat i ashpër shpërtheu papritur në shtëpinë e Big Brother, duke e kthyer ambientin në një skemë përballjeje të drejtë për drejtë. Fjolla, e vendosur dhe pa asnjë filtr, u ngrit në këmbë dhe me zë të lartë e të prerë tha fjalën e saj pa hezitim, "Çohu shpejt prej këtu." Tha ajo, duke e bërë të qartë se nuk ishte më e gatshme të toleronte situatën. Tensioni u ndje menjëherë në ajër. Banorët e tjerë u ndalën, kamerat u fokusuan dhe çdo lëvizje u bë më e rëndë. Fjolla vazhdoi, edhe më e fortë në qëndrim, "Unë nuk të lejoj me më dominu këtu, se jam gjallë." Nuk ishte thjesht një shpërthim nervash. Ishte një deklaratë force. Një vijë e kuqe e vendosur qartë. Ajo po fliste nga një vend ku ndjente se autoriteti dhe hapësira e saj po cënoheshin.
Për Fjollën, kjo nuk ishte lojë, por betejë për respekt, dhe pastaj erdhi fjalia që e ndezi edhe më shumë debatin, një shprehje popullore që goditi fort, një minutë me mos qenë macja në shtëpi, mint hedhin valle. Me këtë krahasim, Fjolla e bëri të qartë se nuk pranonte që dikush të merrte rolin e dominuesit në mungesë të saj, apo në momentet kur ajo zgjidhte të heshte. U bëre edhe ti me dominu në shtëpi? Shtoi ajo, me ironi dhe revolt të hapur, përballë saj, pala tjetër u përpoq të reagojë, por energjia e Fjollës e mbuloi ambientin. Ajo nuk kërkonte kompromis në atë moment, kërkonte respekt dhe barazi. Ishte një nga ato situata ku fjalët nuk thuhen për të tërhequr, por për të vendosur territor. Banorët e tjerë mbetën mes dy zgjedhjeve, të ndërhynin apo të vëzhgonin. Disa u përpoqen ta qetësonin situatën me shikime dhe gjeste, të tjerë thjesht u tërhoqen, duke kuptuar se ky debat kishte rënje më të thella se sa dukej. Ky moment tregoi edhe një herë se Big Brother nuk është vetëm strategji, por edhe përballje karakteresh. Kur personalitetet e forta përplasen, nuk ka hapësirë për gjysmë fjalë. Fjolla e tregoi qartë se nuk pranon dominim, nuk pranon nënvlerësim dhe nuk hesht kur ndjen se po i shkelet kufiri. Në fund, nga momenti që unë kam hyrë në Big Brother, Shqipëria ka filluar të më njohë. Kështu nisi fjalia që ra sigur në ujë të qetë, duke krijuar valë që nuk u ndalen lehtë. Nuk ishte mburje boshe, por një deklaratë e drejt për drejt, e thënë me bindje dhe vetdije për peshën që mbart ky format. Ti, vazhdoi ajo, ke vite që je në sy të publikut. Shqipëria të njeh prej kohësh. Të ka parë, të ka dëgjuar, të ka analizuar. Dhe pikërisht për këtë arsye, sot nuk të vlerëson më. Fjalët ishin të forta, por të menduara. Nuk kishin qëllim të ofendonin, por të nxirrnin në pah një realitet që shpesh nuk pranohet lehtë. Ky ishte thelbi i përplasjes, dallimi mes dikujt që sapo po zbulohet dhe dikujt që publiku mendon se e njeh tashmë. Njëra është në fillim të rrugës, me energji, kuriozitet dhe mbështetje në rritje. Tjetra vjen me një histori të gjatë, me gabime, suksese dhe lodhje nga ekspozimi i vazhdueshëm. Ja pra, u tha qartë, ky është dallimi mes nesh të dyjave. Njëra po fiton terren, po krijon imazh, po ndërton diçka nga e para. Tjetra po përballet me pasojat e kohës, të zgjedhjeve dhe të perceptimit publik. Nuk është çështje se kush është më i mirë si njeri, por si të sheh publiku sot, në Big Brother, çdo fjalë amplifikohet. Çdo krahasim bëhet më i fortë. Dhe ky moment nuk ishte thjesht një debat personal, por një pasqyrë e asaj se si funksionon fama. Ajo nuk është e përhershme. Nuk është e garantuar dhe mbi të gjitha, nuk është e barabartë për të gjithë. Publiku kërkon diçka të re, kërkon emocione të freskëta, histori që sapo nisin. Dhe ndonjëherë, pavarësisht sa vite ke qenë në skenë, lodhja e imazhit bën që vlerësimi të zbehet. Kjo nuk është padrejtësi, por rregull i heshtur i ekspozimit publik. Ky moment krijoi heshtje në ambient. Sepse, pavarësisht anëve, fjalët prekën një të vërtetë që shumë kush e mendon, por pak e thot me zë të lartë. Big Brother nuk është vetëm lojë, është pasqyrë e famës, e perceptimit dhe e mënyrës se si një vend zgjedh të ngrejë ose të u. Një tjetër episod i tensionuar shpërtheu brenda shtëpisë së Big Brother, duke treguar se emocionet e forta dhe konfliktet personale shpesh nxiten nga presioni i vazhdueshëm dhe mungesa e privatësisë. Një zarfi i zi dhe disa fjalë të forta bën që banorët të ndjenin menjëherë se situata po kalonte kufit të zakonshëm. Një nga banorët ju drejtua të tjerëve me ton të prerë: "Unë nuk jam Big Mama. Ti do të japësh përgjigje para njerëzve sa të dalim jashtë." Fjalët e thëna ishin të drejtë për drejta dhe të forta, duke bërë që të gjithë të ndalonin për një moment dhe të përqendroheshin në situatën që po zhvillohej. Ishte një nga ato biseda ku presioni emocional dhe tensioni i përjetuar bëjnë që çdo fjalë të peshojë shumë. Por konflikti nuk u ndal aty. Përplasjet u zgjeruan dhe përfshin disa banorë të tjerë. Edhe ti, Elione, bashkë me të Baxhella, si njëra tjetra, u tha, duke e bërë të qartë se disa marrëdhënie po ndikoheshin dhe tensionoheshin nga sjelljet dhe ndjenjat e paplotësuara. Edhe Alba u përfshi në bisedë me një ton të prerë dhe të vendosur. "Me ty, Alba, kam punë," u tha, duke treguar se nuk ka hapësirë për keqkuptime dhe se secili duhet të marrë përgjegjësinë për sjelljen e tij brenda shtëpisë. Njëkohësisht, një pjesë tjetër e banorëve, si Fjolla, u përfshin në tension, duke e bërë situatën edhe më komplekse dhe duke treguar se konflikti shpesh nuk prek vetëm dy persona. Por të gjithë ambientin, ky moment nxori në pah një nga realitetet më të forta të Big Brother,
çdo konflikt, çdo tension, çdo fjalë ka pasojat e saj dhe mund të ndikojë menjëherë në marrëdhëniet brenda shtëpisë. Fjalët e forta dhe përplasjet emocionale, sidomos kur jepen me kamera të hapura, nuk mbeten private dhe çdo veprim analizohet, diskutohen dhe komentohen nga të tjerët. Në fund, ajo që mbeti ishte një atmosferë e ngarkuar, ku secili banor e kuptoi rëndësinë e fjalëve dhe reagimeve të tij. Konflikti nuk zgjidhet menjëherë, por dëshiron reflektim, përgjegjësi dhe ndonjëherë durim. Pas ditësh tensioni, keqkuptimesh dhe fjalësh të thëna në nerva, në shtëpinë e Big Brother Kosova erdhi më në fund një moment qetësie dhe reflektimi. Benita dhe Bia, dy nga banorët që kohët e fundit kishin qenë në qendër të debateve dhe përplasjeve verbale, vendosën të ulen ballë për ballë dhe të sqarohen hapur, larg zhurmës dhe ndërhyrjeve të tjerëve. Biseda nisi me tone të kujdesshme, por shumë shpejt u kthye në një rrëfim të sinqert emocionesh. Benita pranoi se shumë nga fjalët që kishte thënë kishin ardhur nga nervozizmi dhe presioni i lojës, jo nga një qëllim për ta lënduar Bias personalisht. Ajo tha se brenda shtëpisë çdo ndjenjë shumë fishohet dhe çdo keqkuptim merr për masa më të mëdha nga sa është në realitet. Nga ana e saj, Bia u shpreh se ishte ndjerë e ofenduar dhe e keqkuptuar, por se me kalimin e kohës kishte reflektuar dhe kishte kuptuar se jo çdo sulm është i qëllimshëm. Ajo pranoi se edhe vetë kishte reaguar me tone të ashpra dhe se kishte thënë gjëra që nuk I mendonte me të vërtetë. Nuk jam pa faj, tha ajo, duke treguar pjekuri dhe vetdije. Momentin më të fortë e shënoi kërkimi I faljes. Benita I u drejtua Bias duke I thënë hapur se I vjen keq për çdo fjalë që e ka lënduar dhe se nuk ka dashur kurrë që situata të shkojë deri aty. Menjëherë pas saj, edhe Bia kërkoi falje, duke theksuar se loja nuk duhet t'i kthejë njerëzit kundër njëri tjetrit në mënyrë personale. Ky moment u shoqërua me emocione të forta. Të dyja u pan me sy të përlotur, por edhe me lehtësim, sikur një barë e madhe t'u ishte hequr nga shpatullat. Banorët e tjerë që e ndoqën nga afër këtë sqarim mbetën të heshtur dhe të prekur, sepse rrallëherë në Big Brother shihen momente kaq të sinqerta pajtimi. Sqarimi mes Benitës dhe Bias ndryshoi ndjeshëm atmosferën në shtëpi. Nga një ambient I ngarkuar me tension dhe ndarje, u krijua një frymë më pozitive, ku u kuptua se dialogu dhe falja janë më të forta se çdo debat. Ky episod tregoi se Big Brother nuk është vetëm arenë konflikt. Në një bisedë të qetë, larg zhurmës dhe tensioneve të zakonshme të shtëpisë së Big Brother, Benita vendosi të bëjë një pranim që pak kush e kishte pritur kaq hapur. Pa justifikime dhe pa tentuar të fshehë ndjenjat, ajo foli me sinqeritet për raportin e saj me Elionën dhe për përplasjet e shumta që kishin ndodhur mes tyre. Duke ju drejtuar Klodit dhe lëndrimit, Benita e tha qartë, çdo debat, çdo fjalë e rëndë dhe çdo distancim nga Eliona kishte buruar nga xhelozia. Nuk ishte inat I pastër, nuk ishte strategji loje, por një ndjenjë që ishte rritur brenda saj dhe që, sipas vetë Benitës, kishte dalë jashtë kontrollit. Ka shumë xhelozi, pranoi ajo. Me një ton që nuk kërkonte më të mbrojë. Ishte një rrëfim I drejt për drejt, që tregonte vetdije dhe guxim për ta parë veten në pasqyrë. Ajo shpjegoi se shpesh herë ndjenja e krahasimit, vëmendja që Eliona merrte dhe mënyra se si perceptohej nga të tjerët e kishin bërë të ndjehej pasigurt. Klodit dhe lëndrimit nuk u foli si për të kërkuar anë, por si për të shkarkuar një barë emocionale. Benita e dinte që sjellja e saj ishte interpretuar ndryshe nga jashtë, ndoshta si agresivitet apo qëllim I keq, por ajo donte ta bënte të qartë se rrënja e gjithçkaje ishte xhelozia, një ndjenjë njerëzore, por e rrezikshme kur nuk menaxhohet. Ky pranim e ndryshoi tonin e bisedës. Nga analiza e lojës, diskutimi kaloi në një nivel më personal. Lëndrimi e dëgjoi me vëmendje, ndërsa Klodi u përpoq ta kuptonte situatën nga këndvështrimi I saj. Për herë të parë, Benita nuk u shfaq si ajo vajza e fortë që kundërshton gjithçka, por si një njeri që po lufton me emocionet e veta. Ajo pranoi se xhelozia e kishte bërë të reagonte shpesh gabim, të fliste pa menduar dhe të krijonte përplasje që, në thelb, nuk I donte. Nuk është se e kam pasur personale, la të kuptoj, por ndjenja më ka marrë përpara. Ky moment sinqeriteti mund të shënojë një kthes të rëndësishme për Benitën. Në një lojë ku shumë banorë rrallë pranojnë gabimet, ajo zgjodhi rë. Gjatë një loje spontane brenda shtëpisë së Big Brother, atmosfera u kthye krejtësisht në argëtim dhe të qeshura, duke treguar edhe një herë se jo çdo moment është strategji apo tension. Klodi dhe lëndrimi u bën qendra e vëmendjes, jo për debate apo përplasje, por për një situatë plot humor që bëri të gjithë banorët të qeshnin. Loja kishte nisur thjesht, me rregulla të improvizuara dhe me energji të lartë.
Në mes të entuziazmit, Klodi, në formë shakaje, i hipi si për lëndrimit, duke e kthyer momentin në një garë force dhe balance. Të qeshurat shpërthyen me njëherë, ndërsa të tjerët i inkurajonin me brohoritje dhe komente gazmore, por situata nuk mbaroi aty. Në një kthes po aq komike, lëndrimi ja ktheu lojën Klodit, duke u përpjekur edhe ai t'i hipte sipër, duke e kthyer gjithë skenën në një duel miqësor, ku fitues nuk kishte, por vetëm argëtim. Asgjë nuk ishte serioze, gjithçka ndodhte në kuadër të lojës, me respekt dhe shaka. Kjo skenë tregoi një anë tjetër të marrëdhënies së tyre, miqësinë dhe lirshmërinë që kishin krijuar me njëri tjetrin. Në një ambient ku shpesh dominon presioni dhe analiza e çdo fjale, momente të tilla janë të rralla dhe të çmuara. Ato sjellin lehtësi, thyejnë rutinën dhe i afrojnë banorët më shumë. Banorët e tjerë reaguan me të qeshura dhe komente plot humor. Disa i nxitën të vazhdonin lojën, të tjerë thjesht shijuan spektaklin e papritur. Për pak minuta, shtëpia u mbush me energji pozitive dhe u harruan konfliktet e ditëve të kaluara. Klodi dhe lëndrimi treguan se lojrat nuk kanë gjithmonë nevojë për fitues, por për pjesëmarrje dhe humor. Ajo që mbeti nga ky moment ishte një atmosferë më e ngrohtë dhe një ndjesë bashkimi mes banorëve. Në fund të ditës, Big Brother nuk është vetëm për strategji dhe përballje, por edhe për këto momente të vogla njerëzore, ku të qeshurat dhe loja marrin vendin kryesor. Dhe Klodi me lëndrimin, me këtë episod të thjeshtë, ja dolën t'ia rikujtonin këtë të gjithëve. Një situatë e tensionuar shpërtheu papritur në shtëpinë e Big Brother, duke sjellë në qendër të vëmendjes një përplasje të fortë mes Ludos dhe Albës. Ajo që nisi si një pyetje e maskuar me ironi, shumë shpejt u shndërrua në një debat serioz, me kamera të hapura dhe me fjalë që nuk kaluan pa pasoja, teksa banorët ndodheshin në ambientin e përbashkët. Ludo, me një ton provokues, i u drejtua grupit duke pyetur, a e keni pa ujkun e vjetër? Në fillim, disa e morën si shaka, disa të tjerë u pan mes njëri tjetrit me dyshim. Por shumë shpejt u bë e qartë se kjo nuk ishte një pyetje e pafajshme. Pseudonimi ishte drejtuar qartazi ndaj Albës dhe ajo e kuptoi menjëherë se po etiketohej në mënyrë fyese dhe nënçmuese. Alba nuk zgjodhi të heshtë. Me një qëndrim të fortë, ajo ju kthye Ludos pa hezitim. Zëri i saj ishte i prerë, i qartë dhe i vendosur. Mos më thirr me pseudonime, i tha ajo. Sidomos kur janë fyese. Përplasja u ashpërsua kur Alba e vuri theksin të fakti se kamerat ishin të hapura dhe se çdo fjalë po dëgjohej nga publiku. Ajo e akuzoi Ludon se po përpiqej ta ulte dhe ta provokonte, duke përdorur etiketime që nuk kishin asgjë të bëjnë me lojën, por me mungesën e respektit personal. Do të kërkosh falje për këtë gjë, i tha Alba drejt për drejt, pa ngritur zërin, por me autoritet. Nuk ishte kërkesë e butë, ishte një kërkesë llogarie. Ajo e bëri të qartë se nuk pranonte të quhej në atë mënyrë. As si shaka dhe as si strategji, Ludo u përpoq fillimisht ta relativizonte situatën, duke e quajtur një nofk loje, por reagimi i Albës nuk la vend për keqkuptime. Ajo theksoi se loja nuk justifikon mungesën e respektit dhe se fjalët kanë peshë, sidomos kur thuhen para kamerave dhe publikut të gjerë. Banorët e tjerë u përfshin me shikime të ngrira dhe heshtje të sikletshme. Disa u përpoqen ta qetësonin situatën, të tjerë thjesht vëzhgonin, duke kuptuar se kjo përplasje nuk ishte thjesht një debat momental, por një vijë e kuqe që ishte kaluar. Ky episod nxori në pahje. Në mes të gjithë zhurmës, debateve dhe strategjive që e karakterizojnë një edicion të fortë të Big Brother, një pamje e thjeshtë ka mjaftuar për të tërhequr vëmendjen e publikut, dolce në krahët e lëndrimit. Një moment i qetë, i natyrshëm, pa skenar dhe pa teprime, por që flet më shumë se mira fjalë. Çifti simpatik Bjond ka arritur të krijojë një lidhje që ndihet e pastër dhe e sinqertë. Në krahët e njëri tjetrit, Dolce dhe lëndrimi duken të qetë, të mbrojtur dhe të sigurt. Nuk ka nevojë për gjeste të mëdha apo deklarata bombastike, mjafton një përqafim, një buzëqeshje dhe një shikim për të kuptuar se mes tyre ekziston diçka e vërtetë. Ajo që i bën edhe më të dashur për publikun është fakti se nuk e imponojnë lidhjen e tyre. Ata nuk kërkojnë vëmendje, nuk luajnë me ndjenjat dhe nuk e përdorin afrimitetin si strategji. Gjithçka rrjedh natyrshëm. Qeshin bashkë, bisedojnë gjatë, ndajnë momente të vogla që për publikun bëhen të mëdha. Pamja e tyre së bashku ka nisur të komentohet gjithnjë e më shumë. Shikuesit flasin për çiftin simpatik, për energjinë pozitive që përcjellin dhe për mënyrën se si qëndrojnë pranë njëri tjetrit pa humbur individualitetin. Në një lojë ku shumë lidhje lindin shpejt dhe shuhen po aq shpejt, Dolce dhe lëndrimi duken si një përjashtim i bukur.
Lëndrimi shfaqet si mbështetja e qetë, i qëndrueshëm dhe i matur, ndërsa Dolce sjell butësi, ngrohtësi dhe një ndjenjë sigurie emocionale. Bashk, ata krijojnë një ekuilibër që rrallë shihet në këtë format. Nuk përzihen në konflikte të kota, nuk mbajnë anë për interesa momentale dhe ruajnë qëndrimet e tyre me dinjitet. Nuk është çudi që shumë kush tashmë i sheh si çiftin më të komentuar të momentit. Jo për skandale, por për mënyrën se si dashuria e tyre po ndërtohet pa zhurmë. Për publikun, kjo është freskuese. Një histori që nuk ka nevojë për dramatizim për të qenë interesante. Në fund, Dolce në krahët e lëndrimit nuk është thjesht një pamje romantike. Është një simbol i qetësisë në një ambient. Pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndihej në ajër, Eddie dhe Bia më në fund e thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që i la banorët dhe publikun pa fjalë, gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Eddie dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimit, dhe kulmi i kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë. Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por i përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap i madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re i pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve. Ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës. Biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë. Ai i tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi i saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashëthem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta? Në mesin e gjithë zhurmës, debateve dhe strategjive të forta që zakonisht shoqërojnë një reality show si Big Brother, lidhja mes Dolces dhe lëndrimit ka ardhur si një frymë e pastër qetësie dhe harmonie. Ata janë shembulli i një çifti që nuk ka nevojë për dramatizime të tepruara për të rënë në sy, sepse energjia e tyre flet vetë, që nga momentet e para kur u afruan, u kuptua qartë se mes tyre kishte një kimi të natyrshme. Ata shkojnë shumë mirë bashkë, jo vetëm si çift, por edhe si shok. Luajnë, qeshin, ngacmohen me humor dhe krijojnë një atmosferë pozitive kudo që ndodhen. Janë ata që dinë të gjejnë balancën mes lojës dhe ndjenjës. Mes argëtimit dhe respektit, ajo që i bën Dolcen dhe lëndrimin të veçantë është fakti se nuk përzihen në intriga të panevojshme. Në një ambient ku shpesh njerëzit ngatërohen në konflikte që nuk u përkasin, ata zgjedhin të ruajnë distancën dhe të fokusohen tek vetja dhe marrëdhënia e tyre. Nuk ushqejnë thashëtheme, nuk provokojnë dhe nuk reagojnë me dashakejsi. Qëndrimet e tyre janë të qarta, të drejta dhe të pastra, si individ, të dy mbajnë qëndrime të forta, por pa i imponuar ato tek të tjerët. Dinë të dëgjojnë, të kuptojnë dhe kur flasin, e bëjnë me maturi. Nuk kanë nevojë të ngritin zërin për të dëgjuar dhe nuk përdorin fjalë të rënda për të fituar pikë. Kjo i bën të respektohen, edhe nga ata që mund të mos jenë dakord me ta, si çift, Dolce dhe lëndrimi japin përshtypjen e një ekipi të vërtetë. Ata mbështesin njëri tjetrin pa kushte, i qëndrojnë pranë në momentet e mira dhe të vështira, dhe kjo ndjehet qartë. Nuk ka xhelozi të tepruar, nuk ka kontroll, por ka besim dhe mirëkuptim. Një marrëdhënie që ndërtohet mbi komunikim dhe sinqeritet. Në një lojë ku shpesh shihen maska që bien dhe karaktere që ndryshojnë, ata kanë arritur të mbeten konsekuent me veten. Dhe pikërisht kjo i bën të duken si çifti perfekt në sytë dhe shumë shikuesve. Jo sepse janë pa gabime, por sepse janë të vërtetë. Dolce dhe lëndrimi tregojnë se edhe bërë
Pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndiej në ajër, Edi dhe Bia më në fund dhe thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që i la banorët dhe publikun pa fjalë, gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Edi dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimin, dhe kulmi i kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë. Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por i përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap i madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re i pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve. Ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës, biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë. Ai i tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi i saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashëthem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta? Një moment i rënd dhe shumë i tensionuar u shënua në shtëpinë e Big Brother, kur Edi shpërtheu emocionalisht gjatë një bisede në tavolinë, duke treguar një anë të ashpër të karakterit të tij. Me zë të ngritur dhe ton të prerë, ai u drejtua drejt për drejt ndaj bashkëbiseduesit, duke shprehur hapur pa kënaqësinë dhe kufitë e tij personal. E kam shumë merzi, tha Edi, kur jam unë në tavolinë dhe dikush më ngrit zërin. Fjalët e tij nuk ishin thjesht ankesë, por paralajmërim. Ai theksoi se për të respekti është vije e kuqe dhe se nuk e toleron mungesën e tij, sidomos në një ambient ku bashkëjetesa është e detyruar dhe presioni është i përhershëm. Në vazhdim, Edi bëri një deklaratë që e rëndoi edhe më shumë atmosferën. Ai përmendi një rast nga e kaluara, duke thënë se djalin e xhaxhait të tij e kishte rrahur një herë pikërisht për këtë arsye, për ngritje zëri dhe mungesë respekti. Ai nuk e tha këtë për të mburur, por si shembull se sa seriozisht e merr këtë çështje dhe se deri ku mund të shkojë kur ndjen se po i cenohet dinjiteti, kështu që as ty nuk të toleroj, shtoi ai, duke e mbyllur fjalinë me një bolltash të prerë, që u ndje si vijë ndarse. Banorët e tjerë mbetën të heshtur, disa të tensionuar, disa të befasuar nga ashpërsia e deklaratës. Tavolina, që zakonisht është vend bisedash të zakonshme, u shndërrua për disa çaste në një arenë përballjeje psikologjike. Ky shpërthim i Edit nxori në pa sa të brishta janë marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe sa shpejt një debat verbal mund të marrë për masa serioze. Disa banorë e panë reagimin e tij si shenjë mbrojtjeje të vetes dhe kufive personal, ndërsa të tjerë e interpretuan si kërcënim dhe mungesë vetkontrolli. Situata u qetësua vetëm pas ndërhyrjes së disa banorëve, të cilët tentuan ta ulin tensionin dhe ta kthejnë bisedën në tone më të moderuara. Megjithatë, fjala e Edit kishte lënë gjurmë. Mesazhi i tij ishte i qartë, ai nuk pranon t'i flitet me zë të lartë dhe nuk është i gatshëm të tolerojë sjellje që. Pas ditësh tensioni, keqkuptimesh dhe fjalësh të thëna në nerva, në shtëpinë e Big Brother Kosova erdhi më në fund një moment qetësie dhe reflektimi. Benita dhe Bia, dy nga banorët që kohët e fundit kishin qenë në qendër të debateve dhe përplasjeve verbale, vendosën të ulen ballë për ballë dhe të sqarohen hapur, larg zhurmës dhe ndërhyrjeve të tjerëve. Biseda nisi me tone të kujdesshme, por shumë shpejt u kthye në një rrëfim të sinqert emocionesh. Benita pranoi se shumë nga fjalët që kishte thënë kishin ardhur nga nervozizmi dhe presioni i lojës, jo nga një qëllim për ta lënduar Bias personalisht. Ajo tha se brenda shtëpisë çdo ndjenjë shumë fishohet dhe çdo keqkuptim merr për masa më të mëdha nga sa është në realitet. Nga ana e saj, Bia u shpreh se ishte ndjerë e ofenduar dhe e keqkuptuar, por se me kalimin e kohës kishte reflektuar dhe kishte kuptuar se jo çdo sulm është i qëllimshëm.
Ajo pranoi se edhe vetë kishte reaguar me tone të ashpra dhe se kishte thënë gjëra që nuk i mendonte me të vërtetë. Nuk jam pa faj, tha ajo, duke treguar pjekuri dhe vetdije. Momentin më të fortë e shënoi kërkimi i faljes. Benita ju drejtua Bias duke i thënë hapur se i vjen keq për çdo fjalë që e ka lënduar dhe se nuk ka dashur kurrë që situata të shkojë deri aty. Menjëherë pas saj, edhe Bia kërkoi falje, duke theksuar se loja nuk duhet t'i kthejë njerëzit kundër njëri tjetrit në mënyrë personale. Ky moment u shoqërua me emocione të forta. Të dyja u panë me sy të përlotur, por edhe me lehtësim, sikur një barë e madhe t'u ishte hequr nga shpatullat. Banorët e tjerë që e ndoqen nga afër këtë sqarim mbetën të heshtur dhe të prekur, sepse rrallëherë në Big Brother shihen momente kaq të sinqerta pajtimi. Sqarimi mes Benitës dhe Bias ndryshoi ndjeshëm atmosferën në shtëpi. Nga një ambient i ngarkuar me tension dhe ndarje, u krijua një frymë më pozitive, ku u kuptua se dialogu dhe falja janë më të forta se çdo debat. Ky episod tregoi se Big Brother nuk është vetëm arenë konflikt. Një nga momentet më të forta emocionalisht shpërtheu në shtëpinë e Big Brother, kur Klodi humbi kontrollin dhe ju drejtua Benitës me zë të lartë, mes nervash dhe shgënjimit të akumuluar. Përballë saj dhe banorëve të tjerë, ai shpërtheu: "Pse më ke tradhtuar me tonin?" Zëri i tij ushtoi në gjithë shtëpinë, duke ngrirë për disa sekonda çdo lëvizje dhe çdo bisedë tjetër. Klodi ishte i skuqur në fytyrë, me syt plot mllef dhe dhimbje. Nuk ishte thjesht xhelozi, por ndjenja se ishte përdorur dhe se diçka ishte bërë pas shpine. Ai vazhdoi me akuza edhe më të forta: "Edhe këtë e ke bërë, edhe tonin e ke futur në mes. Nuk të mjaftoi çka bëm ne?" Fjalët e tij dolën pa filtr, të ngarkuara emocionalisht, duke treguar se për të kjo situatë kishte kaluar kufijtë e lojës. Benita mbeti për disa çaste e heshtur, e befasuar nga shpërthimi i Klodit dhe nga mënyra se si u ekspozua situata para të gjithëve. Ajo u përpoq të mbrojë, duke thënë se gjithçka po interpretohej gabim dhe se nuk kishte tradhti, por tensioni tashmë ishte ndezur. Çdo fjalë e saj dukej sikur i hidhte më shumë benzinë zjarrit, sepse Klodi nuk ishte gati të dëgjonte justifikime në atë moment. Toni, i përmendur drejt për drejt në debat, u gjen në një pozitë të vështirë. Ai tentoi të tërhiqej, duke thënë se nuk kishte bërë asgjë të keqe dhe se nuk donte të ishte pjesë e një konflikti që nuk i takonte. Megjithatë, prania e tij vetëm sa e rriti nervozizmin e Klodit, i cili e pa situatën si një provë të asaj që e kishte dyshuar prej kohësh. Banorët e tjerë u mblodhen rreth tyre, disa duke u përpjekur ta qetësonin Klodin, të tjerë duke tërhequr Benitën më njanë. Atmosfera u bë e rëndë, plot tension dhe emocione të forta. Ishte një nga ato momente kur Big Brother pushon së qeni lojë dhe shndërrohet në një arenë ndjenjash reale, ku xhelozia, shkënjimi dhe krenaria përplasen pa mëshirë. Klodi vazhdoi të shprehte dhimbjen e tij, duke thënë se nuk e meritonte këtë trajtim dhe se ndjehej i poshtëruar. Për të, kjo nuk ishte. Pas zhurmës së madhe që u krijua në shtëpinë e Big Brother pas një deklarate të fortë të Arditit, Edi ndjeu nevojën të dalë hapur dhe të sqarojë publikisht atë që ishte thënë dhe keq interpretuar. Ai e kuptoi se fjalët kishin marrë për masa më të mëdha nga sa ishte menduar fillimisht dhe se situata po përdorej për të krijuar një imazh të gabuar për të. Edi u shpreh qartë se fjala që kishte thënë nuk kishte të bënte as pak me Arditin. Ai theksoi se rasti që kishte përmendur ishte një situatë e vjetër familjare dhe se bëhej fjalë për djalin e xhaxhait të tij, jo për asnjë banor të shtëpisë. "Unë kam thënë që kam rrahur djalin e xhaxhait tim. Jo Arditin", u shpreh ai me ton të prerë, duke u përpjekur të vendosë kufi të qartë mes së kaluarës dhe asaj që po ndodh brenda shtëpisë. Sipas Edit, situata kishte ndodhur në një moment tensioni, ku ofendimet kishin kaluar çdo kufi dhe ai kishte reaguar keq, duke tentuar t'i jepte një mësim me një shuplak të fortë. Ai nuk u përpoq ta justifikojë dhunën, por e shpjegoi si një reagim impulsiv të një momenti nervash, duke pranuar se mënyra e reagimit nuk ishte e duhura. "Isha t'uja fut një shpull një herë fort, që t'i vinin mend rrokull", tha ai, duke e pranuar hapur gabimin, por edhe duke theksuar se ishte një situatë që nuk duhej marrë si shembull. Edi shtoi se ajo që e kishte shtyrë në atë reagim kishte qenë ofendimi i rëndë, diçka që sipas tij nuk duhet toleruar, por as nuk duhet kthyer në dhunë. Ai theksoi se sot mendon ndryshe dhe se e kupton se fjalët, sado të rënda, nuk zgjidhen me dorë, por me kontroll dhe përgjegjësi. Kjo deklaratë solli reagime të ndryshme mes banorëve. Disa e vlerësuan faktin që Edi doli dhe sqaroi situatën, duke mos e lënë të keq interpretohet më tej.
Të tjerë, megjithatë, mbeten skeptik, duke theksuar se fjalët që lidhen me dhunën kanë peshë të madhe, sidomos në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë transmetohet dhe ndikon te publiku, atmosfera në shtëpi u bë reflektuese. Debati nuk ishte më p. Pas shumës së madhe që u krijua në shtëpinë e Big Brother pas një deklarate të fortë të Arditit, Edi ndjeu nevojën të dalë hapur dhe të sqarojë publikisht atë që ishte thënë dhe keq interpretuar. Ai e kuptoi se fjalët kishin marrë për masa më të mëdha nga sa ishte menduar fillimisht dhe se situata po përdorej për të krijuar një imazh të gabuar për të. Edi u shpreh qartë se fjalat që kishte thënë nuk kishte të bënte as pak me Arditin. Ai theksoi se rasti që kishte përmendur ishte një situatë e vjetër familjare dhe se bëhej fjalë për djalin e xhaxhait të tij, jo për asnjë banor të shtëpisë. Unë kam thënë që kam rrahur djalin e xhaxhait tim. Jo Arditin, u shpreh ai me ton të prerë, duke u përpjekur të vendos kufi të qartë mes së kaluarës dhe asaj që po ndodh brenda shtëpisë. Sipas Edit, situata kishte ndodhur në një moment tensioni, ku ofendimet kishin kaluar çdo kufi dhe ai kishte reaguar keq, duke tentuar t'i jepte një mësim me një shuplak të fortë. Ai nuk u përpoq ta justifikoi dhunën, por e shpjegoi si një reagim impulsiv të një momenti nervash, duke pranuar se mënyra e reagimit nuk ishte e duhura. Isha t'uja fut një shpull një herë fort, që t'i vinin mend rrokull, tha ai, duke e pranuar hapur gabimin, por edhe duke theksuar se ishte një situatë që nuk duhej marrë si shembull. Edi shtoi se ajo që e kishte shtyrë në atë reagim kishte qenë ofendim i rëndë, diçka që sipas tij nuk duhet toleruar, por as nuk duhet kthyer në dhunë. Ai theksoi se sot mendon ndryshe dhe se e kupton se fjalët, sado të rënda, nuk zgjidhen me dorë, por me kontroll dhe përgjegjësi. Kjo deklaratë solli reagime të ndryshme mes banorëve. Disa e vlerësuan faktin që Edi doli dhe sqaroi situatën, duke mos e lënë të keq interpretohet më tej. Të tjerë, megjithatë, mbeten skeptik, duke theksuar se fjalët që lidhen me dhunën kanë peshë të madhe, sidomos në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë transmetohet dhe ndikon te publiku, atmosfera në shtëpi u bë reflektuese. Debati nuk ishte më p. Prej disa ditësh, në shtëpinë e Big Brother ishte krijuar një situatë e pazakontë që nuk kaloi pa u vënë re nga banorët. Fjolla, sipas diskutimeve brenda shtëpisë, kishte kohë që nuk po kujdesej për rutinën e saj personale, gjë që filloi të bëhej temë bisede, fillimisht në mënyrë të heshtur e më pas hapur. Kaluan ditë, pastaj javë, dhe banorët nisën ta ndjenin mungesën e higjienës si një problem që po ndikonte në ambientin e përbashkët. Askush nuk donte ta thoshte drejt për drejt, ndoshta nga mirësjellja, ndoshta nga frika se mos krijohej konflikt. Por tensioni rritej në heshtje, në prag të Krishtlindjeve, një ditë që simbolizon pastërti, qetësi dhe fillime të reja. Situata arriti pikën e saj kulmore. Labinoti, i njohur për mënyrën e tij të drejt për drejt dhe pa filtra, vendosi të fliste. Me tone ironike dhe të hapura, ai i sugjeroi Fjollës që të kujdesej më shumë për veten dhe të shkonte të lahej, duke theksuar se situata po bëhej e vështirë për të tjerët. Fjalët e tij shkaktuan reagime të menjëhershme. Disa banor qeshën nga sikleti, të tjerë mbetën të habitur nga sinqeriteti i ashpër i Labit. Fjolla, nga ana tjetër, u ndje e vënë në qendër të vëmendjes dhe situata u kthye në një moment të ndjeshëm emocionalisht për të. Ky episod hapi një debat të gjerë brenda shtëpisë. Sa e drejtë është ta thuash një të vërtet pa filtr dhe kur sinqeriteti kthehet në mungesë takti. Disa mendonin se Labinoti bëri mirë që foli hapur për diçka që i shqetësonte të gjithë, ndërsa të tjerë besonin se mënyra ishte e gabuar dhe e panevojshme. Në një ambient si Big Brother, ku njerëzit jetojnë ngjitur, pa privatësi dhe nën presion të vazhdueshëm, edhe gjërat më të vogla mund të kthehen në çështje të mëdha. Higjiena personale, respekti për hapësirën e përbashkët dhe mënyra e komunikimit janë elementë që ndikojnë drejt për drejt në bashkëjetesë. Ngjarja e Krishtlindjeve nuk ishte thjesht një koment spontan, por një pasqyrim i tensioneve të grumbulluara. Ajo tregoi edhe një herë se në këtë pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndihej në ajër, Edi dhe Bia më në fund e thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që i la banorët dhe publikun pa fjalë. Gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Edi dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimin, dhe kulmi i kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë.
Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por i përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap i madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re i pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve, ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës. Biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë. Ai i tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi i saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashëthem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta? Pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndihej në ajër, Edi dhe Bia më në fund e thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që i la banorët dhe publikun pa fjalë. Gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Edi dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimin, dhe kulmi i kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë. Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por i përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap i madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re i pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve, ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës. Biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë. Ai i tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi i saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashëthem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta? Pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndihej në ajër, Edi dhe Bia më në fund e thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që i la banorët dhe publikun pa fjalë. Gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Edi dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimin, dhe kulmi i kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë. Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por i përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap i madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re i pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve, ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës. Biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë.
Ai I tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi I saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashethem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta? Në mesin e gjithë zhurmës, debateve dhe strategjive të forta që zakonisht shoqërojnë një reality show si Big Brother, lidhja mes Dolces dhe Londrimit ka ardhur si një frymë e pastër qetësie dhe harmonie. Ata janë shembulli I një çifti që nuk ka nevojë për dramatizime të tepruara për të rënë në sy, sepse energjia e tyre flet vetë, që nga momentet e para kur u afruan, u kuptua qartë se mes tyre kishte një kimi të natyrshme. Ata shkojnë shumë mirë bashkë, jo vetëm si çift, por edhe si shok. Luajnë, qeshin, ngacmohen me humor dhe krijojnë një atmosferë pozitive kudo që ndodhen. Janë ata që dinë të gjejnë balancën mes lojës dhe ndjenjës. Mes argëtimit dhe respektit, ajo që I bën Dolcen dhe Londrimin të veçantë është fakti se nuk përzihen në intriga të panevojshme. Në një ambient ku shpesh njerëzit ngatërohen në konflikte që nuk u përkasin, ata zgjedhin të ruajnë distancën dhe të fokusohen tek vetja dhe marrëdhënia e tyre. Nuk ushqejnë thashetheme, nuk provokojnë dhe nuk reagojnë me dashakejsi. Qëndrimet e tyre janë të qarta, të drejta dhe të pastra, si individ, të dy mbajnë qëndrime të forta, por pa I imponuar ato tek të tjerët. Dinë të dëgjojnë, të kuptojnë dhe kur flasin, e bëjnë me maturi. Nuk kanë nevojë të ngritin zërin për të dëgjuar dhe nuk përdorin fjalë të rënda për të fituar pikë. Kjo I bën të respektohen, edhe nga ata që mund të mos jenë dakord me ta, si çift, Dolce dhe Londrimi japin përshtypjen e një ekipi të vërtetë. Ata mbështesin njëri tjetrin pa kushte, I qëndrojnë pranë në momentet e mira dhe të vështira, dhe kjo ndjehet qartë. Nuk ka xhelozi të tepruar, nuk ka kontroll, por ka besim dhe mirëkuptim. Një marrëdhënie që ndërtohet mbi komunikim dhe sinqeritet, në një lojë ku shpesh shihen maska që bien dhe karaktere që ndryshojnë, ata kanë arritur të mbeten konsekuent me veten. Dhe pikërisht kjo I bën të duken si çifti perfekt në sytë e shumë shikuesve. Jo sepse janë pa gabime, por sepse janë të vërtetë. Dolce dhe Londrimi tregojnë se edhe bërë. Pas javësh të tëra tensioni, shikimesh të shmangura, bisedash të lëna për gjysmë dhe një kimje që ndihej në ajër, Edi dhe Bia më në fund e thyen akullin. Mbrëm ndodhi diçka që deri tani nuk kishte ndodhur kurrë në shtëpinë e Big Brother Kosova, një moment që I la banorët dhe publikun pa fjalë, gjithçka nisi qetë, pa zhurmë, pa skenar të dukshëm. Një bisedë e thjeshtë, disa të qeshura të ndrojtura dhe ajo ndjesia që mes tyre kishte kohë që priste të shpërthente. Për herë të parë, Edi dhe Bia lanë mënjan rezervat, frikën nga komentet dhe lojën, duke ju dorëzuar asaj që prej ditësh po mohonin, afrimin, dhe kulmi I kësaj nate erdhi aty ku askush nuk e priste, në krevat. Pa drama, pa egzagjerime, por me një qetësi që fliste shumë. Ata fjetën bashkë deri në mëngjes, duke shënuar një kapitull krejt të ri në historinë e këtij edicioni. Një moment intim, por I përmbajtur, që u pa nga shumë kush si një hap I madh, jo vetëm për ta, por për gjithë dinamikën e shtëpisë. Në mëngjes, atmosfera ishte ndryshe. Sytë që takoheshin më gjatë, buzëqeshje që nuk fshiheshin dot dhe një ndjenjë sikur diçka e rëndësishme kishte ndodhur, edhe pse nuk flitej ende hapur. Por në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk mbetet sekret për shumë gjatë. Kushtrimi ishte ai që e vuri re I pari ndryshimin. Me intuitën e tij dhe vëmendjen ndaj detajeve. Ai e kuptoi se mes Edit dhe Bias kishte ndodhur diçka më shumë se zakonisht. Dhe pa humbur kohë, vendosi t'ia tregoj Albës. Biseda mes kushtrimit dhe Albës ishte e drejtë për drejtë. Ai I tregoi për natën, për afrimin dhe për faktin se Edi dhe Bia kishin fjetur bashkë deri në mëngjes. Alba mbeti e habitur. Reagimi I saj tregonte se kjo ngjarje nuk ishte thjesht një thashethem, por një moment që mund të ndikonte fort në lojë dhe në marrëdhëniet mes banorëve. Ky zhvillim pritet të sjellë reagime zinxhir. Pyetjet janë të shumta. A është kjo një lidhje që sapo ka nisur? A do të ndikojë në strategjinë e tyre? Dhe si do ta përballojnë Edi dhe Bia vëmendjen që ta? Një moment I rënd dhe shumë I tensionuar u shënua në shtëpinë e Big Brother, kur Edi shpërtheu emocionalisht gjatë një bisede në tavolinë, duke treguar një anë të ashpër të karakterit të tij.
Me zë të ngritur dhe ton të prerë, ai u drejtua drejt për drejt ndaj bashkëbiseduesit, duke shprehur hapur pa kënaqësinë dhe kufijtë e tij personal. E kam shumë merzi, tha Edi, kur jam unë në tavolinë dhe dikush më ngrit zërin. Fjalët e tij nuk ishin thjesht ankesë, por paralajmërim. Ai theksoi se për të respekti është vije e kuqe dhe se nuk e toleron mungesën e tij, sidomos në një ambient ku bashkëjetesa është e detyruar dhe presioni është i përhershëm. Në vazhdim, Edi bëri një deklaratë që e rëndoi edhe më shumë atmosferën. Ai përmendi një rast nga e kaluara, duke thënë se djalin e xhaxhait të tij e kishte rrahur një herë pikërisht për këtë arsye, për ngritje zëri dhe mungesë respekti. Ai nuk e tha këtë për të mburur, por si shembull se sa seriozisht e merr këtë çështje dhe se deri ku mund të shkojë kur ndjen se po I cenohet diniteti, kështu që as ty nuk të toleroj, shtoi ai, duke e mbyllur fjalinë me një bolltash të prerë, që u ndje si vijë ndarse. Banorët e tjerë mbetën të heshtur, disa të tensionuar, disa të befasuar nga ashpërsia e deklaratës. Tavolina, që zakonisht është vend bisedash të zakonshme, u shndërrua për disa çaste në një arenë përballjeje psikologjike. Ky shpërthim I Edit nxori në pa sa të brishta janë marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe sa shpejt një debat verbal mund të marrë për masa serioze. Disa banorë e panë reagimin e tij si shenjë mbrojtjeje të vetes dhe kufive personal, ndërsa të tjerë e interpretuan si kërcënim dhe mungesë vetkontrolli. Situata u qetësua vetëm pas ndërhyrjes së disa banorëve, të cilët tentuan ta ulin tensionin dhe ta kthejnë bisedën në tone më të moderuara. Megjithatë, fjala e Edit kishte lënë gjurmë. Mesazhi I tij ishte I qartë, ai nuk pranon t'i flitet me zë të lartë dhe nuk është I gatshëm të tolerojë sjellje që pas ditësh tensioni, keqkuptimesh dhe fjalësh të thëna në nerva, në shtëpinë e Big Brother Kosova erdhi më në fund një moment qetësie dhe reflektimi. Benita dhe Bia, dy nga banorët që kohët e fundit kishin qenë në qendër të debateve dhe përplasjeve verbale, vendosën të ulen ballë për ballë dhe të sqarohen hapur, larg zhurmës dhe ndërhyrjeve të tjerëve. Biseda nisi me tone të kujdesshme, por shumë shpejt u kthye në një rrëfim të sinqert emocionesh. Benita pranoi se shumë nga fjalët që kishte thënë kishin ardhur nga nervozizmi dhe presioni I lojës, jo nga një qëllim për ta lënduar Bias personalisht. Ajo tha se brenda shtëpisë çdo ndjenjë shumë fishohet dhe çdo keqkuptim merr për masa më të mëdha nga sa është në realitet. Nga ana e saj, Bia u shpreh se ishte ndjerë e ofenduar dhe e keqkuptuar, por se me kalimin e kohës kishte reflektuar dhe kishte kuptuar se jo çdo sulm është I qëllimshëm. Ajo pranoi se edhe vetë kishte reaguar me tone të ashpra dhe se kishte thënë gjëra që nuk I mendonte me të vërtetë. Nuk jam pa faj, tha ajo, duke treguar pjekuri dhe vetdije. Momentin më të fortë e shënoi kërkimi I faljes. Benita I u drejtua Bias duke I thënë hapur se I vjen keq për çdo fjalë që e ka lënduar dhe se nuk ka dashur kurrë që situata të shkojë deri aty. Menjëherë pas saj, edhe Bia kërkoi falje, duke theksuar se loja nuk duhet t'i kthejë njerëzit kundër njëri tjetrit në mënyrë personale. Ky moment u shoqërua me emocione të forta. Të dyja u panë me sy të përlotur, por edhe me lehtësim, sikur një barë e madhe t'u ishte hequr nga shpatullat. Banorët e tjerë, që e ndoqen nga afër këtë sqarim, mbetën të heshtur dhe të prekur, sepse rrallëherë në Big Brother shihen momente kaq të sinqerta pajtimi. Sqarimi mes Benitës dhe Bias ndryshoi ndjeshëm atmosferën në shtëpi. Nga një ambient I ngarkuar me tension dhe ndarje, u krijua një frymë më pozitive, ku u kuptua se dialogu dhe falja janë më të forta se çdo debat. Ky episod tregoi se Big Brother nuk është vetëm arenë konflikt. Një nga momentet më të forta emocionalisht shpërtheu në shtëpinë e Big Brother, kur Klodi humbi kontrollin dhe ju drejtua Benitës me zë të lartë, mes nervash dhe zhgënjimit të akumuluar. Përballë saj dhe banorëve të tjerë, ai shpërtheu: "Pse më ke tradhtuar me tonin?" Zëri I tij u shtoi në gjithë shtëpinë, duke ngrirë për disa sekonda çdo lëvizje dhe çdo bisedë tjetër. Klodi ishte I skuqur në fytyrë, me syt plot mllef dhe dhimbje. Nuk ishte thjesht xhelozi, por ndjenja se ishte përdorur dhe se diçka ishte bërë pas shpine. Ai vazhdoi me akuza edhe më të forta: "Edhe këtë e ke bërë, edhe tonin e ke futur në mes. Nuk të mjaftoi çka bëm ne?" Fjalët e tij dolën pa filtr, të ngarkuara emocionalisht, duke treguar se për të kjo situatë kishte kaluar kufijtë e lojës. Benita mbeti për disa çaste e heshtur, e befasuar nga shpërthimi I Klodit dhe nga mënyra se si u ekspozua situata para të gjithëve. Ajo u përpoq të mbrohej, duke thënë se gjithçka po interpretohej gabim dhe se nuk kishte tradhti, por tensioni tashmë ishte ndezur.
Çdo fjalë e saj dukej sikur I hidhte më shumë benzinë zjarrit, sepse Klodi nuk ishte gati të dëgjonte justifikime në atë moment. Toni, I përmendur drejt për drejt në debat, u gjen në një pozitë të vështirë. Ai tentoi të tërhiqej, duke thënë se nuk kishte bërë asgjë të keqe dhe se nuk donte të ishte pjesë e një konflikti që nuk I takonte. Megjithatë, prania e tij vetëm sa e rriti nervozizmin e Klodit, I cili e pa situatën si një provë të asaj që e kishte dyshuar prej kohësh. Banorët e tjerë u mblodhen rreth tyre, disa duke u përpjekur ta qetësonin Klodin, të tjerë duke tërhequr Benitën mënjan. Atmosfera u bë e rëndë, plot tension dhe emocione të forta. Ishte një nga ato momente kur Big Brother pushon së qeni lojë dhe shndërrohet në një arenë ndjenjash reale, ku xhelozia, shkënjimi dhe krenaria përplasen pa mëshirë. Klodi vazhdoi të shprehte dhimbjen e tij, duke thënë se nuk e meritonte këtë trajtim dhe se ndjehej I poshtëruar. Për të, kjo nuk ishte. Pas zhurmës së madhe që u krijua në shtëpinë e Big Brother pas një deklarate të fortë të Arditit, Edi ndjeu nevojën të dalë hapur dhe të sqarojë publikisht atë që ishte thënë dhe keq interpretuar. Ai e kuptoi se fjalët kishin marrë për masa më të mëdha nga sa ishte menduar fillimisht dhe se situata po përdorej për të krijuar një imazh të gabuar për të. Edi u shpreh qartë se fjalat që kishte thënë nuk kishte të bënte as pak me Arditin. Ai theksoi se rasti që kishte përmendur ishte një situatë e vjetër familjare dhe se bëhej fjalë për djalin e xhaxhait të tij, jo për asnjë banor të shtëpisë. Unë kam thënë që kam rrahur djalin e xhaxhait tim. Jo Arditin, u shpreh ai me ton të prerë, duke u përpjekur të vendos kufi të qartë mes së kaluarës dhe asaj që po ndodh brenda shtëpisë. Sipas Edit, situata kishte ndodhur në një moment tensioni, ku ofendimet kishin kaluar çdo kufi dhe ai kishte reaguar keq, duke tentuar t'i jepte një mësim me një shuplak të fortë. Ai nuk u përpoq ta justifikojë dhunën, por e shpjegoi si një reagim impulsiv të një momenti nervash, duke pranuar se mënyra e reagimit nuk ishte e duhura. Isha t'u ja fut një shpull një herë fort, që t'i vinin mend rrokull, tha ai, duke e pranuar hapur gabimin, por edhe duke theksuar se ishte një situatë që nuk duhej marrë si shembull. Edi shtoi se ajo që e kishte shtyrë në atë reagim kishte qenë ofendim I rëndë, diçka që sipas tij nuk duhet toleruar, por as nuk duhet kthyer në dhunë. Ai theksoi se sot mendon ndryshe dhe se e kupton se fjalët, sado të rënda, nuk zgjidhen me dorë, por me kontroll dhe përgjegjësi. Kjo deklaratë solli reagime të ndryshme mes banorëve. Disa e vlerësuan faktin që Edi doli dhe sqaroi situatën, duke mos e lënë të keq interpretohet më tej. Të tjerë, megjithatë, mbetën skeptik, duke theksuar se fjalët që lidhen me dhunën kanë peshë të madhe, sidomos në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë transmetohet dhe ndikon te publiku. Atmosfera në shtëpi u bë reflektuese. Debati nuk ishte më p. Pas zhurmës së madhe që u krijua në shtëpinë e Big Brother pas një deklarate të fortë të Arditit, Edi ndjeu nevojën të dalë hapur dhe të sqarojë publikisht atë që ishte thënë dhe keq interpretuar. Ai e kuptoi se fjalët kishin marrë për masa më të mëdha nga sa ishte menduar fillimisht dhe se situata po përdorej për të krijuar një imazh të gabuar për të. Edi u shpreh qartë se fjalat që kishte thënë nuk kishte të bënte as pak me Arditin. Ai theksoi se rasti që kishte përmendur ishte një situatë e vjetër familjare dhe se bëhej fjalë për djalin e xhaxhait të tij, jo për asnjë banor të shtëpisë. Unë kam thënë që kam rrahur djalin e xhaxhait tim. Jo Arditin, u shpreh ai me ton të prerë, duke u përpjekur të vendos kufi të qartë mes së kaluarës dhe asaj që po ndodh brenda shtëpisë. Sipas Edit, situata kishte ndodhur në një moment tensioni, ku ofendimet kishin kaluar çdo kufi dhe ai kishte reaguar keq, duke tentuar t'i jepte një mësim me një shuplak të fortë. Ai nuk u përpoq ta justifikojë dhunën, por e shpjegoi si një reagim impulsiv të një momenti nervash, duke pranuar se mënyra e reagimit nuk ishte e duhura. Isha t'u ja fut një shpull një herë fort, që t'i vinin mend rrokull, tha ai, duke e pranuar hapur gabimin, por edhe duke theksuar se ishte një situatë që nuk duhej marrë si shembull. Edi shtoi se ajo që e kishte shtyrë në atë reagim kishte qenë ofendim I rëndë, diçka që sipas tij nuk duhet toleruar, por as nuk duhet kthyer në dhunë. Ai theksoi se sot mendon ndryshe dhe se e kupton se fjalët, sado të rënda, nuk zgjidhen me dorë, por me kontroll dhe përgjegjësi. Kjo deklaratë solli reagime të ndryshme mes banorëve. Disa e vlerësuan faktin që Edi doli dhe sqaroi situatën, duke mos e lënë të keq interpretohet më tej. Të tjerë, megjithatë, mbetën skeptik, duke theksuar se fjalët që lidhen me dhunën kanë peshë të madhe, sidomos në një ambient si Big Brother, ku çdo gjë transmetohet dhe ndikon te publiku. Atmosfera në shtëpi u bë reflektuese. Debati nuk ishte më p.
Pak orë para primejit, atmosfera në shtëpinë e Big Brother u ndes sikur më parë. Një debat i ashpër mes Fjollës dhe Arditit shpërtheu papritur, duke e kthyer ambientin e përbashkët në një arenë përballjeje, ku fjalët u bën më të rënda se çdo strategji. Gjithçka nisi kur Fjolla, me një ton të prerë dhe pa asnjë filtër, i u drejtua Arditit drejt për drejt: "Lojën që ke nis nuk është lojë." Fjala ra si goditje. Banorët e tjerë u ndalën, kamerat u fokusuan dhe heshtja u mbush me tension. Fjolla nuk po fliste nga nervat e momentit, ajo duke je bindur në atë që po thoshte. Për të, mënyra se si Arditi po sillej nuk ishte strategji, por një përpjekje e gabuar për të dominuar situatën. Arditi nuk u tërhoq. Me vetbesim dhe një dozë arrogance, ai reagoi menjëherë: "Unë e kam mbulos lojën. Do ta fitoj Big Brotherin." Deklarata e tij ndezi edhe më shumë zjarrin. Fjolla qeshi me ironi, një e qeshur që nuk kishte asgjë humoristike brenda. Ajo ju afrua debatit edhe më fort, duke ja kthyer pa hezitim: "Çka ke vulos ti?" Dhe pastaj erdhi fjalia që e ashpërsoi gjithçka: "Kjo nuk është lojë." Për Fjollën, Arditi nuk kishte as plan, as drejtim. Ajo e akuzoi se po luante një lojë boshe, pa përmbajtje dhe pa ndikim real në shtëpi. Dhe pa e ulur tonin, e goditi edhe më fort: "Lojën e ke zero." Fjalët u përplasën në ajër si grushta. Arditi u duk i prekur, por nuk pranoi ta tregoj dobësinë. Ai tentoi të mbrojë veten, duke folur për strategji, për durim dhe për faktin që loja e vërtet nuk shihet gjithmonë menjëherë. Por Fjolla nuk u bin, për të, loja ose është e dukshme dhe e sinqertë, ose nuk ekziston fare. Ajo e bëri të qartë se nuk i respekton lojrat e fshehura që, sipas saj, nuk kanë as guxim dhe as qëndrim. Debati nuk ishte vetëm personal, ishte një përplasje filozofish loje, banorët e tjerë mbetën spektatorë të ngrirë. Disa përpiqeshin të qetësonin situatën me shikime, të tjerë thjesht prisnin shpërthimin e radhës. Ishte e qartë se ky debat nuk ishte i rastësishëm. Ai kis. Pas një momenti të vështirë që e vuri përballë frikës dhe pasigurisë, Alba ka zgjedhur të flasë me zemër të hapur për të shprehur mirënjohjen e saj ndaj atyre që i qëndruan pranë në çastet më delikate. Pas rënies së fortë pas koke, një situatë që mund t'i ndodhte kujtdo dhe që kërkonte reagim të menjëhershëm, ajo u përball me realitetin e brisht të shëndetit. Në ato momente, kur çdo sekond ka rëndësi dhe kur ankthi të pushton mendjen, Spitali Amerikan ishte aty. Mjekët, infermierët dhe i gjithë stafi u treguan të gatshëm, profesional dhe mbi të gjitha njerëzor. Alba u trajtua me kujdes, seriozitet dhe vëmendje maksimale, duke i dhënë jo vetëm ndihmën mjekësore të nevojshme, por edhe qetësinë shpirtërore që në ato çaste vlen po aq sa çdo ndërhyrje. "Faleminderit nga zemra" është mesazhi që ajo përcjell. Jo thjesht si një formalitet, por si një ndjenjë e thellë mirënjohjeje për mënyrën se si u prit, u dëgjua dhe u trajtua. Ajo thekson se profesionalizmi dhe përkushtimi i stafit bën diferencën në një situatë ku frika mund të kishte marrë përparësi. Alba vlerëson veçanërisht faktin që nuk u ndje asnjëherë vetëm. Çdo sqarim u dha me durim, çdo veprim u bë me kujdes dhe çdo hap u shoqërua me empati. Këto janë detaje që nuk harrohen lehtë, sidomos kur je në një gjendje të ndjeshme fizike dhe emocionale. Ky falënderim është edhe një kujtesë se pas institucioneve janë njerëz që punojnë me përkushtim të madh, që zgjedhin çdo ditë të jenë aty për të tjerët, edhe në orët më të vështira. Për Albën, kjo përvojë ishte një mësim i fortë. Shëndeti është pasuria më e madhe dhe mbështetja profesionale në kohë reale është jetike. Në fund të mesazhit të saj, Alba shpreh mirënjohje për çdo dorë që u shtri drejt saj, për çdo fjalë qetësuese dhe për çdo përkujdesje të treguar. Një falënderim i sinqert që vjen nga një moment i vështirë, por që sot kthehet në forcë, reflektim dhe vlerësim për jetën.